Unë gjithmonë thoja, I'm here, I'm from Albania, nuk ndryshon të kjo, nuk e fshehun asnjëherë që jam nga Shqipëria, që vi nga Shqipëria, që kam origjinë shqiptare, po në këtë rast ishte më shumë përgjegjësi, sepse ne ishim të përzgjedhur nga Ballkani Perëndimor, 2 përfaqësues nga secili shtet, kështu që ishte më e lartë përgjegjësia për të shprehur që isha shqiptare dhe në ambientet profesionale patjetër që ka një lloj diplomacie të prezente e cila nuk të lejon ty të ndjesh asnjë lloj diskriminimi në këto mjedise. Por në momentin që del jashtë institucioneve dhe jashtë zyrave ku zhvillohet mësimi apo takimet, pastaj ti do përballesh me stereotipizimet, sepse edhe shqiptarët kanë stereotipizime për kombe të tjera, ashtu siç kanë anglezët apo në Londër ti nuk mund të thuash që është një metropol i populluar nga një shumicë angleze, pra aty është një popullsi kaq e ndryshme me kaq shumë origjina nga të gjitha vendet e botës, nga lindja, nga perëndimi, nga Azia e largë, pra ti nuk e ndjen veten të ndryshme. Unë e kam ndier diferencën se çfarë do të thotë ti jesh një shtet i integruar në një union të bashkuar dhe çfarë do të thotë ti jesh një vend që aspiron për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, për shembull. Duke nisur që nga fakti që lëndët që unë studioja në Universitetin e Tiranës pas në kohën në 2010 nuk njiheshin si lëndë të përfunduar dhe të kredituara nga një kasë pedagogjike, pra mua më duhet ta përsërisja shkollën për të vërtetuar që unë isha e aftë për të studiuar në vitin e dytë të universitetit, apo momente të tjera kur më duhet qëndroja dhe të llogarisja ditët shumë mirë se mos më kalonte dhe akoma është problemi në 10 ditët të qëndrimit. Pra, problemet që kanë të bëjnë me çështjet ligjore dhe administrative janë ato që të bëjnë të ndihesh ndryshe dhe ta kuptosh që ka një rrugë që duhet të bëjmë që t'i heqim këto barriera, sepse këto janë barriera që të pengojnë zhvillimin personal. Sepse ka persona të cilët nuk e kanë kaq të zhvilluar vetbesimin edhe ambicien për t'i treguar edhe të ngjashmëve të tyre nëpërbotë që nuk ka rëndësi se nga e me origjinë, sepse ti mund të shkëlqesh. Unë mendoja që isha vonë vjet kur fillova procedurën për të shkuar ose për të provuar a do ta fitoja unë këtë bursën për studiuar në Mbretërinë e Bashkuar. Edhe mendoja që po tani kam filluar punën edhe mbase nuk ja vlen që unë të shkëputem dhe të iki, por unë do të thoja që kam bërë vendimin ose kam marrë vendimin më të mirë, sepse e kuptoj që mbase po të isha larguar në një moshë tjetër më të re, nuk do ta kisha përballuar me kaq forcë edhe me kaq rezistencë ndryshimin e kulturës, ndryshimin e rutinës, përballjen me një popullsi dhe me një grup njerëzish të cilët jo detyrimisht janë aty empatik për ty, për të shoqëruar apo për të dëgjuar. Kështu që këshilla ime do jetë që mos të nxitojmë për të kapur ëndrat. Nuk ka asnjë kohë të duhur për të bërë diçka të duhur. Ka thjesht koha dëshira e të rinjve për të kthyer në Shqipëri është, por mekanizmat për të kthyer dhe për të mbajtur ata aktiv në shoqëri ka nevojë të përmirësohen.